Policia ka dhënë detaje në lidhje me aksidentin e ndodhur në aksin Vlorë Llogora në vendin e quajtur Fush Dukat. Sipas policisë, si pasojë e aksidentit ka humbur jetën shtetasi IH 52 vjeç dhe janë plagosur 4 persona të tjerë. Policia njofton se një automjet tip furgon me drejtues shtetasin SR 22 vjeç dyshohet se ka humbur kontrollin mbi drejtimin e mjetit dhe ka dalë nga rruga. Rreth orës 6:10 në aksin rrugor Vlorë Llogora në vendin e quajtur Fush Dukat, një automjet tip furgon me drejtues shtetasin SR 22 vjeç dyshohet se ka humbur kontrollin mbi drejtimin e mjetit dhe ka dalë nga rruga. Si pasojë e aksidentit ka humbur jetën në vendngjarje njëri prej pasagjerëve, shtetasi IH 52 vjeç. Drejtuesi i mjetit dhe 3 pasagjerët e tjerë janë transportuar në spital ku ndodhen nën kujdesin e mjekëve. Të plagosur mbetën Sajmir Haka 22 vjeç, Qezim Haka 44 vjeç, Sako Rexha rreth 22 vjeç, si dhe 2 persona të tjerë identiteti i të cilëve nuk është bërë ende i ditur. Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe në drejtimin e prokurorisë po kryen veprimet procedurale për zbardhjen e plotë të shkaqeve dhe rrethanave të aksidentit, thuhet në njoftim. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.